Dashi, sot mund të ndjeni një ditë më speciale se zakonisht. Puna kërkon përqendrim, por rezultati do t'ju kënaq. Demi, kjo është një ditë për një mundësi për të rregulluar një keq kuptim. Kushtojeni pak më shumë vëmendje pushimit. Binjakët, kjo ditë favorizon një surprizë në dashuri. Fjalët tuaja do të kenë peshë sot. Kaforja, sot do t'ju ndihmojë një qartësi për çështjet personale. Në marrëdhënie mos lini vend për keq kuptime. Luani, kjo ditë favorizon një ditë më sociale se zakonisht. Në çështjet praktike, organizimi do të jetë çelësi. Ytyresha, sot do të ndihmojë një mundësi për të rregulluar një keq kuptim. Tregoni fleksibël me planet. Peshorja, një atmosferë e mirë sjell një surprizë në dashuri. Një kompromis i drejtë sjell rezultat. Akrepi, një atmosferë e mirë sjell mundësi për të treguar aftësitë tuaja në çift pritet më shumë afërsi. Shiqtari, sot mbizotëron një ide që mund të vlejë shumë. Puna kërkon përqendrim, por rezultati do t'ju kënaq. Piciapi, dita sjell një takim interesant. Një kompromis i vogël mund të sjellë qetësi. Ujori, kjo është ditë për një takim interesant. Mos keni frikë të ndryshoni metodë. Peshqit, një atmosferë e mirë sjell më shumë vëmendje ndaj parave. Beqarët mund të kenë një njohje interesante. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.